Unë për shikuesit të cilët nuk kanë pas rast me ndëgju shumë, ne do të bëjmë një kronologji të jetës tënde Lab. Deri me këtu ke arrit me shumë vështirësi, siç e thash edhe në fillim. Edhe unë do doja shumë që bashk t'ja nisnim nga fëmiria jote, megjithëse unë thash që Labi sot është një gazetar, i cili e ka përmbush veten dhe po lufton për të arrit ëndrat e tij, por jo çdo gjë ka qenë e lehtë. Fëmiria jote fillimisht ka qenë shumë e vështirë. A t'ja nisim prej atë? Na mbandje kemi një fotografi të kur Labi ka qenë fëmijë. Kur flasim për familjen, më kthen për një me mbrapa shumë, më kujtohet çdo send, çdo detaj, çdo moment edhe nuk është ndoshta çka që lehtë edhe thjesht edhe sot për me folë ose në media, zakonisht munduna pak edhe më i këtyre detajeve, edhe pse janë shumë të rëndësishëm. Familja na sjell edhe na rikujton diçka shumë të bukur të rënd, që domethënë të sinqert, pa hile, pa njerëz, domethënë fëmijë në këtë rast të dashun. Në pak kjo fotografi është prej atyre fotografive që unë e ruaj shumë me fanatizëm. Ashtu që thua ti, fëmijëria, jeta nuk ka qenë kur gjë e lehtë deri më sot. Prej lindjes domethënë ka qenë një problem i vogël, më i thoni, sot e tham i vogël, po atëherë kanë shumë i madh. Edhe nuk ka kur gjë e lehtë, sikur ta kisha di domethënë se sa e vështirë e kisha pas, nuk e di as çka kisha bërë, çu kisha vepru. Po mirë që nganjëherë nuk i dim gjanat edhe. Absolutisht. Për me i tregu dhe shikuesve, Labi ka lind me një problem, i cili që nga lindja ka qenë i shfaqur, i cili është dashur me intervenu me disa operacione. Në popull njihet si buza e qame, ka raste të shumë të fëmijëve që lindin me këtë anomali, edhe pikrisht kjo ka qenë që Labi gjatë gjithë jetës së tij është bullizuar për pamjen e tij të jashtme, pa dashur që t'i japin hapësirë ta njohin pamjen e tij të brendshme, që ka qenë shumë njerëzore, shumë humane. Një problem i lindur, po do doja para se me dalë të ndjeshmëria jote, do doja të dija ndjeshmërinë e prindërve, sa e kanë pas ata të vështirë, ta përballojnë, shikimet e të tjerëve, gjykimet e të tjerëve që ti kur u rrite i kuptove. Unë mendoj që ata kanë thonë ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Unë mendoj që kam pas shumë vështirë me thonë të drejtën, për shkak që rrugtimi jam si fëmijë i vogël deri më sot ka qenë duke i njoft vendet ose klinikat kirurgjike më shumë se sa mjedis, domethënë gjonat më të rëndësishme. Po, sigurisht. Kështu që besoj që e kam pas shumë vështirë, nuk ka që e kanë shfaqme, nuk ka që e kanë thonë, po gjykimet dhe paragjykimet të në kohë, domethënë nuk di me shpjegu se sa paragjykime dhe gjykime kum pas. Ndoshta sot duket edhe pak klishe, okej, jemi i bullizu, jemi ngacmu secili prej nesh, po mendoj që historia jam ose e dikujt tjetër dallon. Mu vjen shumë keq që për një me kam pas edhe ata bashkë me një rrugtim jo qaq bukur, qaq mirë, por nuk është që e kanë shpreh. Mendoj se secili prind nuk është që e shpreh ata për fëmijën e vet, pavarësisht se sa është e vështirë rruga. Sa është e vështirë, shumë e vërtetë.